Harta e kufirit shqiptar me malin e zi mbështetet në pllajën e Vermoshit. Nisemi drejt malësisë së madhe në komunat Shkrel dhe Kelment për të parë vjeshtën në Alpe. Ngjitemi tek lugina e lumit Cem, në urën ku degëzohet me bogën, dalem të shoh pak se si marrin formë shkëmbinjtë ashtu si kokat e gjigantëve në ishullin e pashkëve, duke ravizuar portretin e malsorit tek lumi sezonal. Dikur udhtari i njohur botanisti i famshëm Antonio Baldacci, i cili zbuloi dhe ritheksoi dhe rrugën e Arbrit, tregoi që dhe Razma është një vend i mirë për të pushuar, ka bimë fantastike, ka një ajër të shëndetshëm dhe sot e kësaj dite turizmi apo vend pushimi i tregtarëve të Shkodrës dhe i mbar rajonit mbetet shtëpia pritse para Alpeve të Shqipërisë. Shtëpia pritse në hyrje të Alpeve në realitet është si një pallat ëndrrash i realizuar nga Shirazi Kastrati. Në pallatin e Shtivjeve shkojmë atje ku nis emërtimi i djathit Velecikut. Ngjisim malin e ulët të përshëndetur nga shiu i butë dhe mes mjekullës shohim dhitë të cilat janë burimi i produktit dhe fillimi i ciklit blektoral të djathit. Duke u ngjitur në kate mbi tapete gjethesh, Shiraziu na zbulon të papriturat dhe legjendat e rajonit ku valzon prania e një situate bukurish femërore. Atëherë zoti Shirazi, ja ku jemi mes kësaj vjeshtet lume apo? Kam frikë se filloi lëdimni andje. Aja që për emën është me të bërë përshtypje është pisha e zezë, që edhe në shkam del nga shkami. Dhe këto male që shohim kanë të gjithë me pisha të zeza, po mbarësisht janë ndjek dhe ka fillu të dole edhe herë. Si është ajo legjenda që po më tregove? Legjenda e Veli Qiks. Ajo vajza do të martote, nuk e do të atë burrin që do të me martu familja, dhe shkoj hypin majt Veli Qikut, u hodh nga atje dhe Veli Qiks vazhdo të bite, Veli i vajzë. Pra kemi një vel që vazhdon si ato poemat kalorsjake. E legjend vazhdon gjithë kohën. Dhe ai kalor si i dashuruar pret që ta mpresja të velin direkt para nga kale. Besoj që e ka marrë. Ndërkohë këtej poshtë çfarë kemi? Atëherë, komplet pjesa poshtë është pellgu i liçenit Shkodrës. Me fjalë jena mi nivelin e Taraboshit, rrahin ernat e detit, që krijojnë edhe mikroklimën e Razmës. Dhe shohim, fushpamja është e tillë që fillojmë pothuajse nga Grykderdhi Abuncë edhe deri në kufi me Cetinjen në Malzi. Pra ka një fushpamje të jashtëzakonshme. Kemi edhe shpella këtu afër, shkojmë të eksplorojmë. Po diskutim, janë rreth 7 shpella që ka zona, shpella dhenve që e pa me në bashkë dhe në zbritje do të shohim shpellat e muhojit dhe do të shëtisim edhe më poshtë të shpella plumave, shpella xholejve, ka shumë shpella. Shëtitja drejtohet si argëtim dhe cijuret e natyrës ndalet disi tek frutat kacavjerse që nga manaferat deri te thanat që janë të pranishme në stinën e të vjelave. Pak më poshtë po udhtojmë drejt një shpelle ku kanë shkelur vite më parë dhe bukuritë planetare të miseve. Edhe këtu nën tokë, si në një grop me shkallëzime, zbresim me vështirësi. Dikush rrshqet, ndodh që dhe operatori i egzonit pëson një shembje dhe ringjitje pa dëmtime. Zoti Shirazi, pra, edhe miset kanë kalu nga shpellat e plumbave apo? Po andi ka ardhur dhe Alfonsi i ka ngacmu miset dhe i ka thënë kush nuk futet në shpellë plumba nuk ka fat. Shohim mirë si janë pëllumbat e Razmës. Nuk e di, do të na shajnë operatori sepse operatori po aty një incident vogël këtu. Shpresojmë që ai i marri veten ta përshkruajnë shpellën e plumba më bukur se sa shpella plumbasit në Tiranë. Nuk kishim shumë dëmtime të mëdha, po janë këto disa të vogla. Po këta plumat edhe plumat nuk di si futen këtu se është goxha rrezik. Formacionet janë gëlqërore. Nga lvizja e ujit, nga çamjet, siç e shef është gjithkund bira dhe plumat kanë bafole.
Ma përpara se ka vite që në këtë shpellë pothuajse nuk ka pluma. Arkitektura është e jashtëzakonshme, janë shtëpiat e dyta të tregtarëve të Shkodrës, të bëme para 80 vjeç, të ecën me një koncept europian, sepse ishin njerëz që kishin shetit dhe për mua është kënaqësi që kena bërë një investim në këtë zonë dhe që na takon edhe me prezantu pronat, për shembull kjo është Elet Shops, ish deputet i Parlamentit Shqiptar të kohës Zogut. Për mua është e përsëris kënaqësi me prezantu Erasmën dhe këtë program. Në shtëpinë në Silicon Valley të Steve Jobsit ka ndetë dhe presidenti Clinton. Po në këto vila të tregtarëve të Shkodrës në kohë të Zogut, ku kuptohet mirëqenia dhe jetesa ishte të një niveli europian, ashtu siç ka qenë dhe në perandori. Kush po të ketë ndetë? Mbase mbretëresha Geraldine një natë ka fjetë? Po. Besoj është edhe shtëpia pritjes aty që është e jashtëzakonshme, pra janë të gjitha vilat jashtëzakonshme. Vjen Floçka natën apo ditën? Floçka është vajza e ujit. Ujrave. Kështu që për ujra nuk ujra dhe Shkodra i kanë me shumicë, mali Razman në veçanti i ka edhe më tepër. Do këtë ardhë atër, shkojmë ta përgjojmë, ta shohim nga Rima Çelësit ose nga Oxhaku? Tham që është herët për me pa Floçkën. Pas shëtitjes, zbresim në Hot për të kuptuar se si realizohet produkti i tretë atraktiv në tryezat e Bashkimit Evropian, prezantuar së bashku me vajin e Subashit dhe jufkat e Dibrës dhe të caktuar në Universitetin Bujqësor nga zonja Bizena Bio dhe Fatmira Sheu si Well Food Albania. Ky është djati Veleçikut, i cili prodhohet në baxhon e një artizani sipërmarrës. Po shkojmë tek realizuesi Prel Hasani, që së bashku me të birin Gjovalinin, e studiuar në Itali, po modelojnë djathrat sipas një artizanati evropian. Me të parin thret shumë kënd, me të dytin pak kushka, me i bashku e del një vend që për djath të mirë ka za. Vlerëson të dikur atë Gjergjfishta. Ti e bëri njohur dhe nëpërmjet produktit, po dhe nëpërmjet dijes. Natyrisht. Ma shumë nëpërmjet produktit edhe nëpërmjet mundësive që të ofron zona jonë. Ne kemi një punishtë të vogël grumbullimi për punim qumshti, ku prodhojmë kryesisht djathra. Historia jonë fillimi ishte në para 6 vitesh, ku në bashkëpunim me një shoqat holandeze përfituam një projekt edhe ata na ofruan asistencë dhe teknologji falas, që ka përbën për ne kjo një avantazh shumë madh konkurrues në krahasim me konkurrentët e tjerë, për arsye se kemi fut disa lloje djathrash të cilët nuk prodhohen në Shqipëri nga të tjerë. Pra hyrë në këtë tempull të djathit, ha? Këtu është tu përpunuar qumshti Lopes, ditë sotme. Tani ndimër bie pak nga që zona nuk ka shumë qumsht. Këtu janë 600 litër qumsht, gjatë periudhës së zonit të verës grumbullojmë edhe qumsht lihet zonave të larta, ku qumshti i llis faktikisht i zonës tona shumë i mirë, nga që llit nuk janë nivel ferme, po janë si thush llit tegra dhe vetë kollota e bën edhe qumshin e mirë që ka nekon direkt edhe në djath. Është në procesin e ftohjes mbas pasterizimit, duhet ftohet në temperaturë 32-3 gradë. Pastaj të hedhet për punim për procesin e mpikjes. Ky është një biznes kryesisht familjar, por është në drejt të rritjes. Kemi filluar me pak sasina, mirë po... Njëherë më pak është më shumë. Po, kjo është i punë, jem nis një punë, në fakt për fat mirë kem shfrytzuar edhe disa projekte, si ishin të ambasadës holandeze për jepshin leksione ose seminare. Unë kam asistuar 3-4 herë, kur kam pas seminaret të Hoteli Internacional në Tiranë, edhe aty e piketova, me se njeri duhet jetojnë në fshat, duhet gjenë edhe i punë se me çfarë do të merret, aplikova u miratua, shkova për eksperiencë në Holland, erdhën disa ekspert holandez, fillimisht erdhën me testuar zonën. Ato format janë marrë në Holland. Pastaj këto kullon, sjellet 2-3 herë, nga këtu kalon këtu, këtu i vendoset kapakull edhe shtryllet që të nxjerret. Ajo është shpresë
normalisht do më ndifton edhe tip artizanatit, që është edhe vetë procesi i punës. Ju jeni një nga artizanat e këtij djathi, keni ngritur në art. Biles thot një farë zëvgjini të kryetari i shoqërisë të artizanëve, thotë kjo është djath artizanat. Vlerësuar shikues, ja çfarë ndodh në procesin e stazhonimit, përveç tek vera ndodh fermentimi, tek djathi stazhonimi. Është një proces i gjatë, të cilin mund ta shpjegoj më mirë vetë djali i kësaj shtëpie. Këto myket nga jashtë, por nga brenda na krijon dhe figura gjatë stazhonimit. Nga brenda nuk e Ne shqiptarët e kemi pak problem këtë pjesën e mykut, sepse kur e nxjerrim treg konsumatorët, për shembull, në tregun e huaj ose djathi që vjen nga importi, ata thjesht, nga që kam qenë trajnima, thjesht e fshishin me një përshtir. Magjia që ndodh këtu është piperi, erzat. Për shembull, është djath pikant, ne do shohim më mbrapa, edhe djath me arra, me sherebel, me boronicë e të tjera, edhe do i shijojmë. Këtu është procesi i lyerjes, janë disa lloje djathash që këtu është një pasë ushqimore e cila është edhe konsumueshme dhe e blejmë direkt në Holland. Edhe kjo krijohet si një cipë e cila e lejon edhe stazhonimin, edhe e mbron që e bën më të lehtësueshme rujtjen e inventarit e magazinimit. Djathi duhet të stazhonohet të paktën 3 muaj. Edhe nga që nuk është se jemi industrive, jemi, si që thamë, edhe biznes familjar. Shtëpia e djathit Velecikut është një befasi dhe ka odat shumta si në arkivat frigoriferike të shtetit, nga përpunimi i qumshtit të dhive, pastaj në formësimin e djathit dhe stazhonimin e tij në një rrugë që zgjat. Këtu 1 kile, si që tregtojmë ne, shkon me çmim 800 lekë të reja, kurse po të shkojmë në supermarkete që vjen importuar, çmimi është edhe 2 fish ose ndoshta edhe më shumë. Gjithçka është manuale, nuk është automatike. Për këto porcionet e vogla ndahen për marketet. To kanë të gjithë klient njëri tjetrit. Ata marrin produktet e mia, unë konsumoj produktet e tyre. Pranë edhe janë këto shishet e verave. Amerikanët më ashtarë edhe dekorative, por më thonë, nuk e di, ta shoh kur të fillojnë me prodhu kokrat, që të gjithë prodhimin do manë për 2 ditë e hell vetë në tokë, edhe është shumë e mirë. Certifikimi, si produkt i pranuar në rrjetin e supermarketeve të njohura, është një tregues i kualitetit. Në Legjet e Hotit, dalemi për të eksploruar relievin e monumenteve të natyrës, disa shkëmbime të gdhendur prej erozionit dhe kohës, si vepra arti në trajt vertikale, të ngjashme me punët e modernistëve që nga Brankushi, Rodeni apo Henry Moore.